26 marsi i këtij viti ka shënuar dhe një nga ditët më të rëndësishme për besimtarët që po kryejnë ritualin e argjërimit të muajit të shenjtë të kalendarit islam. Me shumë lutje në xhami dhe argjërim edhe tek shumë qytetarë jo predikues, ka kaluar kjo ditë në Durrës. Ndër netët më të shenjta në kalendarin islam është pikërisht nata e Kadrit, nata ku Kurani zbriti në tokë. Ndodh vetëm gjatë muajit të Ramazanit dhe zgjat një natë nga perëndimi i diellit deri në agim. Thuhet se argjërimi në natën e Kadrit vlen sa 1000 muaj ose afro 84 vite, ku shpërblimi është më i madh se kurdoherë. Kadr do të thotë në arabisht fjalë për fjalë fat ose dekret. Mendohet se muslimanët mund ta ndryshojnë fatin e tyre dhe atë që është shkruar për ta nga Zoti përmes lutjes. Pranë xhamisë së madhe në Durrës, por dhe në të gjitha xhamitë e qytetit, sot janë kryer lutje dhe falje për këtë natë të madhe. Ndërkohë që argjërimit sot janë bashkuar dhe qytetarë që zgjedhin pikërisht këtë natë, donë se nuk argjërojnë gjatë gjithë muajit. Ervin Qylafku, imami i xhamisë së madhe, foli për Adriane Televizion për rëndësinë e kësaj dite dhe, sipas imamit, jeta me shumë vërtetësi ka bërë që të ndihet e nevojshme një suport hyjnor, të cilën qytetarët e gjejnë pikërisht në këtë muaj dhe sidomos në natën e Kadrit. Bismillahirrahmanirrahim. Sonte jemi në natën e Kadrit, natë e cila na tregon për fillimin e rrugtimit të besimit islam. Kanë zbritur engjëjt, ka filluar zbritja e Kuranit. Është prezantimi i parë që pejgamberi alayhi salatu wasalam ka pasur me botën e përtejme, me botën e jashtëqisave. Detyrimisht besimtarët janë të angazhuar për gjatë gjithë muajit të Ramazanit, por pikërisht në këtë natë sepse i tregon ato ndodhi që kanë ndodhur para 1400 vjetësh. Jeta ka shumë vështirësi dhe ndjejnë të nevojshme të kenë një suport hyjnor të cilin e gjejnë pikërisht në këtë muaj dhe sidomos në natën e Kadrit. Ai uroi të gjithë besimtarët që t'u pranojnë lutjet, argjërimi dhe veprat e mira në këtë natë. Unë uroj të gjithë besimtarët që Zoti t'ia pranojë lutjet, agjërimin dhe veprat e mira në këtë natë dhe në të gjithë natët e tjera. Besimtarët janë të angazhuar gjatë gjithë muajit të Ramazanit, por pikërisht në këtë natë, sepse sot tregojnë ndodhitë që kanë ndodhur përpara 1400 vjetësh.